Të nderuar qytetarë, miq të Forumit Shqiptar, të rinj dhe të reja, zona e zotëri. Sot është një moment i veçantë për ne. Jo vetëm sepse po lançojmë një podcast të ri, por sepse po hapim një mënyrë të re komunikimi me shqiptarët e Maltezi. Sot nis zgjidhja. Podcasti i parë i një subjekti politik shqiptar në Maltezi. Një hap modern, një hap i guximshëm, por mbi të gjitha një hap shumë i nevojshëm, sepse koha ku politika fliste vetëm gjatë fushatave ka kaluar. Sot qytetarët kërkojnë komunikim të vazhdueshëm, transparencë, ide dhe dialog të hapur, dhe pikërisht këtë synon zgjidhja. Ne nuk duam të flasim vetëm për politikën, ne duam të flasim për jetën reale të njerëzve, për sfidat e familjeve shqiptare, për të rinj që kërkojnë perspektivë, për bizneset që kërkojnë zhvillim, për arsimin, kulturën, identitetin tonë, kombëtar dhe për të ardhmen europiane të shqiptarëve në Maltezi. Emri zgjidhja nuk është zgjedhur rastësisht, sepse Forumi Shqiptar ka dëshmuar se mund të jetë zgjidhja për shqiptarët, jo me propagandë, jo me fjalë boshe, por me punë konkrete. Ne kemi treguar se shqiptarët mund të jenë faktor serioz politik. Kemi treguar se kur ka vullnet, mund të ketë zhvillim, investime, përfaqësim dhe dinjitet. Kemi treguar se politika mund të bëhet ndryshe. Dhe ky podcast lind pikërisht nga kjo filozofi, të jemi më afër qytetarëve, të dëgjojmë më shumë, të komunikojmë me hapur, dhe të ndërtojmë bashk ide për të ardhmen. Zgjedhja nuk do të jetë vetëm një podcast partijak, ai do të jetë një platformë diskutimi. Do të kemi të rinj, profesionist, sipërmarrës, artist, aktivist dhe njerëz që kanë diçka për të thënë për komunitetin tonë, sepse besojmë se politika moderne nuk ndërtohet vetëm në zyra, ajo ndërtohet në komunikim me njerëzit. Sot jetojmë në një kohë të ndryshimeve të mëdha. Teknologjia po ndryshon mënyrën si komunikojmë. Bota po ndryshon mënyrën si bëhet politika, dhe ne nuk duam të mbetemi pas. Ne duam se shqiptarët në Maltezi të jenë pjesë e kësaj fryme moderne europiane. Të kanë zemrin e tyre, të kenë platformën e tyre, të kenë hapësirën e tyre. Ky podcast është një ftesë për dialog, një ftesë për ide të reja, një ftesë për njerëz që besojnë se politika duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo kundërta. Unë besoj fort se komuniteti ynë ka potencial të jashtëzakonshëm, ka njerëz të mençur, energji pozitive dhe shumë talent. Detyra jonë është t'i bashkojmë këto energji dhe t'i kthejmë në zhvillim dhe përfaqësim dinjitos. Prandaj, zgjidhja nuk është vetëm emri i këtij podcasti, është vizioni ynë, është besimi ynë, është rruga jonë përpara. Faleminderit dhe mirë se vini në podcastin Zgjidhja. Tani, të nderuar, ja kaloj fjalën ministrit Dukaj, ministrit të administratës publike në qeverinë e Malit të Zi. Urnoni, zoti Dukaj. Faleminderit kryetar për mundësinë që të jem pjesë e këtij podcast dhe projekteve politike që po i bëjmë së bashku me Forumin Shqiptar dhe të gjithë shqiptarët në Maltezi. Andaj të nderuar miq, zonja dhe zotëri, siç e tha edhe vetë kryetari, sot nuk po lançojmë thjesht një podcast të ri, sot po hapim një mënyrë të re komunikimi politik me shqiptarët në Maltezi dhe mendoj se kjo ka shumë rëndësi, sepse qytetarët nuk kërkojnë vetëm premtime, ata kërkojnë komunikim të sinqert, kërkojnë qasje moderne, kërkojnë njerëz që dinë të dëgjojnë. Zgjidhja vjen pikërisht si përgjigje ndaj kësaj nevoje, për të vazhduar atë që Forumi Shqiptar ka ndërtuar me punë konkrete, por njëkohësisht për të afruar edhe më shumë politikën me njerëzit. Siç e theksoi edhe vetë kryetari, Forumi ka treguar se mund të jetë e vetmja zgjidhje për shqiptarët në Maltezi, dhe kjo nuk është ndërtuar brenda natës, është ndërtuar me përkushtim, me bashkëpunim dhe me seriozitet në punë.
por çdo kohë kërkon forma të reja komunikimi. Sot jetojmë në një epokë ku njerëzit duan dialog të drejtë për drejtë, duan të kuptojnë jo vetëm çfarë bëhet, por edhe pse bëhet. Prandaj, unë besoj se ky podcast është shumë më tepër se sa një projekt mediatik. Është një platformë ku mund të ndërtohet kulturë debati, ku mund të prezantohen ide të reja, ku të rinjët shqiptar mund të dëgjojnë njerëz me eksperiencë, por edhe të ndihen pjesë e diskutimeve për të ardhmen e tyre. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse politika moderne nuk mund të jetë komunikim një anësh. Duhet të jetë bashkëbisedim, duhet të jetë afër njerëzve, duhet të krijojë besim. Unë besoj se zgjidhja do të ndihmoj pikërisht në këtë drejtim, të ndërtoj më shumë afërsi, më shumë transparencë dhe më shumë energji pozitive në jetën tonë publike. Prandaj, duhet të përgëzoj kryetarin dhe të gjithë ekipin e Forumit Shqiptar për këtë iniciativë shumë moderne dhe të rëndësishme për të ardhmen e shqiptarëve në Maltazi. Besoj se ky nuk është vetëm projekti i vetëm, por është vetëm fillimi i asaj çfarë na pret si politikë moderne shqiptare në Maltazi. Faleminderit. Të nderuar qytetar, miq dhe bashkëpunëtor. Sot nuk po inaugurojmë vetëm një projekt të ri. Sot po investojmë në të ardhmen politike dhe shoqërore të shqiptarëve në Maltazi. Sot po hapim Akademinë Politike. Një ide që ka lindur nga nevoja reale, nevoja për më shumë dije në politikë, më shumë përgatitje, më shumë leadership dhe më shumë profesionalizëm, sepse politika moderne nuk mund të mbështetet vetëm tek emocionet apo improvizimi. Ajo kërkon dije, kërkon komunikim, vizion, kërkon njerëz të përgatitur. Dhe pikërisht këtë synon Akademia Politike. Ne duam të krijojmë një brez të ri shqiptarësh që janë të aftë të udhëhecin, një brez që ditë të flasë me qytetarët, që ditë të mbrojë interesin publik, që ditë të përfaqësojnë me dinjitet shqiptarët në çdo institucion. Kjo akademi nuk do të jetë vetëm një trajnim politik klasik, ajo do të jetë një shkollë leadershipi, një hapësirë ku të rinjt do të mësojnë si funksionojnë institucionet, si ndërtohen politikat publike, si zhvillohet komunikimi politik, si menaxhohen fushatat moderne, si ndërtohet besimi me qytetarët dhe si mbrohen interesat kombëtare në mënyrë serioze dhe evropiane. Sepse ne besojmë se shqiptarët meritojnë përfaqësim cilësor, meritojnë lider të përgatitur, meritojnë njerëz që kanë vizion dhe përgjegjësi. Në shumë vende demokratike perëndimore, akademitë politike kanë qenë vendi ku janë formuar liderët e rinj. Edhe ne duhet të ndërtojmë këtë kulturë, sepse nuk mund të presim ndryshim nëse nuk investojmë tek njerëzit që do të sjellin atë ndryshim. Kjo akademi është një investim afatgjat. Investim tek rinia, investim tek dia, investim tek e ardhmja. Ne duam që të rinjt shqiptar të mos largohen nga politika me zhgënjim, por të afrohen tek ajo me ide dhe energji. Duam që ata të ndihen pjesë e proceseve vendimarrëse. Duam që ata të kuptojnë se politika mund të jetë instrument zhvillimi dhe jo konfliktesh. Dhe mbi të gjitha, duam të ndërtojmë një kulturë të re politike, më moderne, më profesionale, më europiane. Forumi Shqiptar ka treguar se di të ndërtoj projekte konkrete dhe rezultate reale. Tani po ndërtojmë diçka edhe më të rëndësishme, njerëzit që do ta udhëhecin të ardhmen. Unë besoj se nga kjo akademi do të dalin deputet, ministra, kryetar komunash, diplomat, ekspert dhe lider të rinj shqiptar. Dhe kjo është arsyeja pse ky projekt ka kaq shumë rëndësi. Kjo është vetëm fillimi i një rruge të re. Një rrugë që fillon me dije, vazhdon me leadership dhe përfundon me shërbim ndaj qytetarëve. Faleminderit dhe ju ftoj të gjithëve që të bëheni pjesë e Akademisë Politike të Forumit Shqiptar. Mirë po, në vazhdim do të jap fjalën zotit Dukaj
ministri të administratës publike i cili nuk e ka kaluar këtë akademi politike, nuk e ka pasur këtë mundësi, mirë po sot bashk do t'i ftojmë të tjerët që të jenë pjesë e kësaj akademie politike dhe që këtë mundësi që nuk e kem pasur ne apo Zoti Dukaj të kenë gjenerata tjera. Ordoni Zoti Dukaj. Faleminderit kryetar për mundësinë, po pajtohem plotësisht me ju, edhe pse ne nuk e kishim këtë mundësi, ne duhet t'u asigurojmë të ardhmen të rinjve tonë në çdo aspekt dhe shpresoj që ata do të na prezantojnë padyshim ashtu siç duhet. Andaj, siç e theksuat edhe në fillim, akademia politike është një investim për të ardhmen. Dhe unë besoj se kjo është ndoshta pjesa më e rëndësishme e këtij projekti, sepse institucionet forcohen vetëm kur investohet tek njerëzit, tek dia, tek përgatitja, tek brezat e ri për të vazhduar atë që tha vetë kryetari, sot politika kërkon shumë më tepër sepse vetëm vullnet. Kërkon profesionalizëm, kërkon aftësi, kërkon komunikim, kërkon kuptim të proceseve demokratike, të teknologjisë, të administratës moderne, dhe të sfidave që sjell koha në të cilën ne së bashku jetojmë. Prandaj, kjo akademi ka rëndësi të madhe sepse krijon një hapësirë ku të rinjët shqiptar mund të përgatiten seriozisht për përgjegjësi politike. Dhe kjo është diçka që komunitetit ton i ka munguar për shumë vite. Në demokracinë moderne, perëndimore, akademitë politike kanë luajtur rol të madh në formimin e liderëve të rinj. Kanë krijuar kultura debati, kultura leadershipi dhe kultura përgjegjësie politike, edhe ne duhet ta ndërtojmë këtë standard. Sepse shqiptarët në Maltezi kanë nevojë për një brez të ri profesionistësh dhe liderësh që dinë të përfaqësojnë me dinitet komunitetin tonë. Unë besoj se kjo akademi duhet të jetë më shumë se sa një cikël ligjëratash. Duhet të jetë një laborator idesh, një vend ku të rinjët mësojnë si të mendojnë kritikisht, si të komunikojnë me qytetarët dhe si të ndërtojnë zgjidhje reale për shoqërinë tonë. Dhe kjo është mënyra më e mirë për të ndërtuar të ardhmen e sigurt, duke investuar tek njerëzit, duke investuar tek kapaciteti njerëzor, duke investuar tek rinia shqiptare. Prandaj, duhet të përgëzoj edhe një herë kryetarin dhe të gjithë ekipin për këtë iniciativë shumë të rëndësishme. Jam i bindur se nga kjo akademi do të dalin shumë njerëz që nesër do të kontribuojnë në jetën publike dhe institucionale të shqiptarëve në Maltezi. Faleminderit. Faleminderit Zoti Dukaj, të rinj jeni gati të aplikoni. Akademia Politike e Forumit Shqiptar ju jep një mundësi të madhe që të avanconi dhe që ne të ardhme shumë të afër besojmë të nëndroni edhe mua edhe Zotin Dukaj në detyrat tona të rëndësishme publike për të mirën e shqiptarëve në Maltezi. Të nderuar qytetar, ky ishte podcasti i parë. Vazhdojmë se cilën javë do të kemi, ashtu siç e kam premtuar, bashkëbisedues të ndryshëm, nga lemitë ndryshme, dhe bashkëbisedimi ynë vazhdon edhe të ardhme. Faleminderit deri në podcastin tjetër.